Leon Hill, tek vepra e tij monumentale Mendo dhe bëhu I pasur, e ka kapur këtë ide në mënyrë perfekte. Ai tha, ajo që mendon, bëhesh. Kaq e thjesht, por kaq e thellë. Dhe pikërisht kjo frazë, ky koncept është semra e tregimit që do të ndjekim. Këtu lind një pyetje e madhe, apo jo? Nëse mendimi vërtet e formoson realitetin ton, atëherë pse kaq shumë njerëz ndihen të bllokuar? Pse luftojnë kaq shumë për të arritur potencialin e tyre të plot? E po, përgjigja, siç do ta shohim, fshihet në një histori shumë të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishme. Atëherë, le të zhytemi në këtë histori. Imagjinoni një stacion treni, plot lërizje, plot zhurmë, plot njerëz. Dhe pikërisht këtu, në mes të kësaj turme, jetonte një lypës. E gjithë bijetesa e tij varej nga ajo që tjerët ishin të gatshëm t'i jepnin. Çdo ditë ai kishte vetëm një qëllim në mendje, të skanonte turmën dhe të gjente dikë që dukej I pasur, dikë që mund t'i jepte një lëmosh të mirë. E gjithë bota e tij sillej rreth idesë së të marrit. Asnjëherë nuk I kishte shkuar ndërmend të jepte diçka në këmbim. Por një ditë ndodhi diçka e papritur. Diçka që do t'ia ndryshonte rrjedhën e jetës përgjithmonë. Ai I afrohet një biznesmeni të veshur shumë mirë, me shpresën se më në fund I buzëqeshi fati. Por, në vend të një monedhe, biznesmeni I jep diçka tjetër. Një pyetje që e goditi si rufe. A merr gjithmonë vetëm nga të tjerët? A I ke dhënë ndonjëherë diçka dikujt? Kjo pyetje e thjeshtë tronditi gjithë botë kuptimin e tij. E la pa fjalë. Ajo që biznesmeni po I prezantonte, pa e ditur, ishte një koncept themelor I jetës dhe I biznesit, parimi I shkëmbimit. Ideja që për të marrë vlerë, duhet fillimisht të ofrosh vlerë. Kjo ishte e kundërta e gjithçkaje që lypsi kishte bërë deri në atë moment. Dhe pastaj erdhi momenti vendimtar. Me një qetësi therse, biznesmeni I thotë: "Nëse nuk ke asgjë për të dhënë, as unë nuk mund të t'jap asgjë." Dhe me kaq, ai hipi në tren dhe u largua, duke e lënë lypsin të shtangur në platformë me ato fjalë që I jehonin në kokë. Për 2 ditë të rresht, lypësi nuk kërkoi lëmosh. Ai thjesht mendoi. Fjalët e biznesmenit nuk e linin të qetë, dhe pastaj, në ditën e tretë, ndërsa vështronte për rreth, syt I zun diçka, disa lule të egra që rriteshin aty afër. Dhe pikërisht aty pati një shkëndi, një ide e ndritur. Ai kuptoi diçka thellë, ai kishte diçka për të ofruar, dhe kështu strategjia e tij ndryshoi rrënjësisht. Plani ishte I thjeshtë por gjenial, nuk do ishte më një marrës pasiv. Tani, për çdo monedhë që merrte, ai do të ofronte një lule. Ai po krijonte një shkëmbim. Dhe e dini çfarë? Funksionoi. Madje funksionoi në mënyrë spektakolare. Njerëzit filluan t'i jepnin më shumë. Ai vuri re një ndryshim të qartë. Pa lule, donacionet ishin të ulta. Me lule, ato rriteshin ndjeshëm. Njerëzit vlerësonin faktin që po merrnin diçka, sado e vogël, në këmbim. Koha kalon dhe një ditë, fati I vë sërish përballë me të njëjtin biznesmen. Plot entuziazëm, lypsi vrapon drejt tij. Këtë herë ishte ndryshe. Ai kishte diçka për t'i ofruar. Biznesmeni I dha para, mori lulet e tij, por më e rëndësishmja I dha diçka tjetër, diçka që nuk kishte çmim, një identitet të ri. Ai e shikoi dhe I tha: "Sot ti nuk je më thjesht një lypës, ti je bërë një biznesmen." Këto fjalë ishin si një çelës që hapi një derë të re në mendjen e tij. Dhe papritur, gjithçka u bë e qartë. Ai e kuptoi. Ai nuk e shihte më veten si një lypës që mbijetonte nga mëshira e të tjerëve. Jo, ai ishte një tregtar, një biznesmen. Njerëzit nuk po I jepnin para nga keqardhja, ata po blinin produktin e tij. Ata po paguanin për lulet. Më këtë ndërgjegjësim të ri, më këtë identitet të ri, ai mori një vendim drastik. Atë ditë, ai u largua nga stacioni I trenit dhe nuk u kthye më kurrë aty si lypës. Por historia nuk mbaron këtu. 6 muaj më vonë, kemi kthesën e fundit. Në të njëjtin stacion treni, takohen 2 burra të veshur elegant. Njëri, sigurisht, ishte biznesmeni ynë. Po tjetri? Tjetri ishte ish lypsi, I transformuar plotësisht, pothuajse I panjohshëm. Biznesmeni mezi e njohu. Ish lypësi, tani një tregtar I suksesshëm lulesh, I shpjegoi se si gjithçka kishte nisur nga ai takim I parë. Ishte e pabesueshme se sa shpejt kishte ndodhur gjithçka që në momentin kur mendësia e tij kishte ndryshuar. Dhe ja ku është thelbi gjithçkaje. Ish lypsi I tha biznesmenit: "Ti më mësove një të vërtetë të madhe. Jeta jon formsohet nga mënyra se si e shohim veten." Ai e kuptoi se nuk ishte qenë kurrë me të vërtetë një lypës. Ai kishte qenë gjithmonë një biznesmen. Thjesht duhej që ta shihte veten në atë mënyrë për të zhbllokuar gjithë atë potencial të fshehtë.
Dhe kjo histori na lë me një mësim të fuqishëm, ku fit më të mëdhenj janë ata që i vendosim vetë në mendjen tonë. Vizionet të kemi për veten, si të fortë, të aftë dhe të suksesshëm, ka fuqinë të na formësojë realitetin, sepse kur mendimet ndryshojnë, edhe e ardhmja ndryshon. Kështu që pyetja që mbetet është, çfarë mendimi për veten ja vlen të sfidohet sot?